Sali Berisha është i vetmi politikan shqiptar që realisht e don me zemër Kosovën, që Edi Rama jo vetëm se nuk e ka dash me zemër, por e ka urryer Kosovën dhe ka dhënë prova bindëse për këtë. Ka shumë argumenta që të themi, po vetëm nëse marrim i ka vendos 2 tra, pra marr një kosovar do të paguajnë 2 herë rrugën, taksën absurde të cilin e ka vendosur, dhe kjo e ka bërë pa diskutim nga mllejfi që ka për Kosovën, e ka të brendshme. Është binje e tij, është pinjolli i komunistave dhe e tillë ka qenë edhe përjardhja e tyre, bojkotimi i tyre. Ndërsa Sali Berisha e njeh veten në një farë mënyrë edhe vetë kosovar, por e ka pas mendjen, zemrën gjithmonë, madje një lloj në ato argumente që ju dha edhe ndërthurja e Sorosit në atë kohë ishte Kosova, për faktin që ai kishte zgjedhur në çdo moment andën e Kosovës, edhe kur rryma të ndryshme të ndërkombëtarëve ishin kundër sovranitetit të saj, bëri rrugën e kombit me një kohë rekord duke afruar kombin ton. Pra, pa diskutim që ai jo vetëm është i pranueshëm, por unë nuk e konceptoj se si do të ketë shqiptar në Kosovë që do ta dojnë e Tiranën, me thënë drejtën, dhe kur një gjë disa nostalgjik, ndoshta prej bojkotimit tyre komunist apo prej qasjes politike, por jo që realisht ai